Për gjërat që vjet qytetarët kanë paguar 100 euro për t'i blerë, sot ju duhen mesatarisht 107,5 euro. Sipas të dhënave të fundit nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, kostoja jetesës në muajin prill 2026 është rritur mesatarisht për 7,5%, krahasuar me prillin e vitit të kaluar. Rritja më e madhe është vërejtur të nevojat bazë të çdo familjeje kosovare. Transporti u shtrenjtua për 16,1%, rryma, gazi, uji dhe lëndët djegëse u rritën për 15,2%. Produktet ushqimore dhe pijet janë 5,6% më shtrenjtë se vitin e kaluar. Nga shoqata e konsumatorëve thonë se për qytetarin e thjesht, kjo situatë është bërë e papërballueshme. Çmimet nuk janë të përballueshme, as që dikush pretendon se mund t'i përballojmë, as qeveria besoj. Ekonomistët vlerësojnë se kjo rritje prej 7,5% tregon se inflacioni nuk po tregon shenja të zbutjes dhe po e godet direkt fushin blerëse të qytetarëve. Arsyeja e rritjeve të çmimeve në Kosovë se edhe në të gjithë botën është inflacioni më i madh në të gjithë botën. Prandaj shteti duhet të bëjë më shumë në politika më sociale duke I përkrahur shtesa të ndryshme në vend. Shënjestër.net